Për të gjithë tryezës, dëshiroj të falenderoj të gjithë folësit, duke qenë që u përmend shumë shpesh gota dhe gota gjysmë plot apo gota gjysmë bosh. Për hir të vërtetës, në diskutimet që kemi patur edhe unë kam përmendur shpesh pjesën e gjysmës gotës plot dhe gjysmës gotës bosh, sepse besoj është e pranueshme nga të gjithë. Besoj është e pranueshme nga të gjithë. Sot kemi një informacion që kur më parë nuk ka qenë i disponueshëm. Por a është i mjaftueshëm? Në një kohë të caktuar mund të ishte i mjaftueshëm. Sot pritshmëria e të gjithë ne është bërë shumë e madhe dhe mendoj nuk është negative që të pretendojmë sa më shumë për të patur, pavarësisht dhe vlerësimeve të mira që është bërë. Do të thoya diçka për sanksionin. Shumica e tyre që janë këtë tryezë dinë që unë nuk besoj të sanksionet, nuk besoj se është instrumenti më i vlefshëm për korrigjimin. Ka qenë debat i hershëm, është një kritik me cilën unë jam mësuar, jo se nuk e kam regjistruar një gjë të tillë, jo se ne nuk kemi vendosur sanksione. Natyrisht që besoj ka ardhur koha, jo se unë kam marrë urdhër nga kryeministri, po besoj që ka ardhur koha që patjetër të aplikohen edhe sanksionet, sepse besoj 10 vjet ligj për të drejtën e informimit, tashmë periudha ndërgjegjësuese dhe kultura e të drejtës për informim, natyrisht që do të vazhdoj gjithë jetën, por besoj që është mes e mjaftueshme. Për që ju referuam gotës, i bie që unë të jem tabakaja që mban gotën dhe ju garantoj patjetër që nuk do më dridhen duart për ta derdhur ujin që është në të dhe aq më pak të thyet gota. Nuk e di për çfarë arsye më provokon tani, po unë besoj që sanksionet janë aty për të zbatuar, për të aplikuar. Unë besoj ka sanksionet për të vërtetës, sepse natyrisht ti je më i butë se unë si nga lumi Vlorës, unë jam nga zona më problematike. Por besoj të sanksionet sepse në fund të ditës nuk janë aty kot, edhe nuk janë aty për ndonjëherë aty të pa zbatuar, dhe unë nuk besoj tek autorregullimi i shqiptarëve, them drejtën. I shqiptarëve, i ballkanazë, i italianëve, i grekëve, i gjithë kësaj bote të larmishme, plot muzike dhe plot diell ku ne jetojmë, unë nuk besoj tek autorregullimi. Dhe po i kthehem historisë së medias online, 5 vite më para, apo 6, apo tani se nuk e di sa, u bë një debat shumë i madh për një propozim shumë herë më modest se sa çfarë po gatuhet sot në Bashkimin Evropian për rregullimin e medias online. Dhe u bë një nam i zi për lirinë, për demokracinë, u futëm edhe në analet e disa vendeve strict and fair në Europë që na e lanë si gozhd aty ligji i medias, që ne asnjëherë nuk e shtym në një proces zbatimi, po thjesht ishte një draft ku kërkoshin disa gjëra shumë elementare, që nga deklarimi i personit apo personave që janë mbrapa një portali, adresa dhe mundësia për çdo kënd që ta di se kush po i lexon librin e shtëpisë. Edhe disa gjëra tjera shumë elementare. Ra ajo gjë dhe u tha vetë rregullimi, autorregullimi do të jetë instrumenti që do të sjelli një nivel tjetër në botën online. Siç e keni parë, jo vetëm që nuk ka pas vetë rregullim, po ka pas degenerim të vazhdueshëm gjithmonë më të madh. Kështu që megjithatë ne hoqëm dorë atëherë dhe nuk kemi ndërmend të rivëm dorë në këtë drejtim, përveç se mbasi Bashkimi Evropian
ti ke thirrur mendjes vet plotësisht edhe ta ketë bërë gjën që duhet ta bënte me kohë, që po tenton tani, sepse tani të gjitha vendet e shohin që gjëja po del komplet jashtë kontrollit, që media online në tërësi flas, është bërë një territor ku ndërhyn edhe forcat që janë forca jo miqësore me Bashkimin Evropian, ndërhyrjet në zgjedhje, ndërhyrjet tu, ndërhyrjet atje, dhe normal, në qoftë se ti shtëpinë e lë pa dritare, pa dyer, pa çati dhe pretendon që të flesh rehat dhe askush mos të hyjë në shtëpi, atëherë beson në një botë që s'ekziston. Por e përsëris, kjo është një temë që s'është për ne. Ne nga ana jonë do bëjmë diçka që 24 vendet Bashkimin Evropian nuk e kanë. Në 24 vendet Bashkimin Evropian, shpifja dënohet penalisht. Ne do të heqim aspektin penal për gazetarët. Për të gjithë ata që jetojnë me informacionin dhe punojnë me informacionin. E di që nuk do të na vihet tek meritat që kemi në raport me Lirin, e kam shumë të qartë, nuk do të na enumëroni asnjëherë si një gest pozitiv në emër të Lirisë, por kjo nuk ka shumë rëndësi, sepse detyra juaj nuk është që të njihni meritat tona, detyra juaj është na thoni ne se sa gabim jemi. Kemi ndarë tash. Kështu që me gotën gjysmë plot ju uroj gëzuar vit në ri të gjithëve ju edhe të gjithë këtu që janë në sallë. Më falni për ndërhyrjen e dytë, po më provokoi komisioneri edhe gëzuar. Jo, ju nuk më provokuat, ju më frymëzuat. Provokuam nga ato që ta thyen, për të reaguar. Mendoj si ishit shumë herë më mirë se me epitetet e tjera, me gotë dhe jo me tema si Kazan apo. Megjithatë do t'i kryeministër nëse Tashi po provokohet komisioneri. Kazani është një term, mos gabohem unë tani. Që t'jemi, sepse tash ju flisni për saktësi informimi apo jo. Kazani është një term i vitit 2017, mos gabohem. Mirë, por nga që ka qenë termi i duhur, ju ka mbetur në mendje. Dhe ky ka qenë dhe qëllimi, që t'ju mbetet në mendje dhe mos kemi nevojë t'ja u përmendim më, e kupton? Kështu që unë se kam përmend më, por kam mbetë në mendje. Dhe po të pyesësh popullin shqiptar, populli shqiptar e konfirmon dhe sot. Natyrisht që nuk është e gjitha Kazan, por më mirë ta mbyllim këtë tani Besnik si thu. Se plotësisht dakord, nuk do doja të provokoja më sepse besoj një gjë që do vlente dhe do vlente kontributi juaj është në përformulimin e nenit ku ne do të bëjmë dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët. Jo për politikanët dhe jo për të zgjedhurit. Kush zgjedh nga populli duhet të dënohet nëse shpif. Kjo është bindja jonë. Ndërkohë që kush punon për të informuar popullin për ne të zgjedhurit duhet të shpif pa u dënuar. Atëherë, nuk më mbetet gjë tjetër, veç se t'ju falenderoj të gjithëve për këtë tryezë diskutimi. Do të përpiqem të ri brenda vetëm falenderimeve, sepse çdo fjalë tjetër mund të provokojë rihapjen e debatit dhe jemi jashtë afatit dhe jemi jashtë orarit. Pa tjetër, do ta mbajmë në konsiderat, por ambasadorët rinë atje. Pastaj pse disa Okej, natyrisht kjo tregon që do ta realizojmë dhe konferencën. Që do ta realizojmë dhe konferencën e 8 dhe kryeministri sapo e konfirmoi prezencën edhe për konferencën e 8. Pa ambasadorët. Patjetër.
Dhe besoj do të kemi mirë kuptimin e gjerë të ambasadorëve në këtë mesi që kam patur të shumicës prej tyre. Dhe që i falenderoj dhe që ishin pjesë e këtij diskutimi sot dhe pjesëmarrjes sot. Ju falenderoj të gjithëve. Natyrisht ne do të vazhdojmë me sesionin e dytë që i dedikohet programeve model të transparencës, ku dhe pjesa kryesore do t'i dedikohet pushtetit vendor. Ju falenderoj të gjithëve, ju ftoj për një pushim kafeje për të vijuar më pas me punën e ditës sot. Faleminderit shumë.